U kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Shtetet e Bashkuara. Kandidati demokrat për president, senatori Barack Obama, i ka siguruar numrin e delegatëve që i duhen për të fituar emërimin e partisë së tij për president. Ai do të jetë kandidati i parë afrikano-amerikan në zgjedhjet e përgjithshme. Betejë politike deri në momentin kur ai fitoi ndaj rivales Hillary Clinton ishte ashpër, ndërsa zoti Obama përballej me pyetje për aftësitë e tij dhe besimet personale. Barack Obama lindi në Hawaii në vitin 1961. Është biri një babai nga Kenia dhe një nënë amerikane nga Kansasi. Kaloi një pjesë të fëmijërisë në Indonezi dhe më pas studioi në Universitetin e Kolumbias dhe në Fakultetin e së Drejtës të Harvardit. Motra e tij Maya Setoraing thotë se përvoja e jetës së Obamës e bën kandidaturën e tij një shans të madh për Amerikën. To have someone who is fair, who has a strong respect for the Constitution, who has a strong... Ai është i ndershëm, ka respekt i jashtëzakonshëm për kushtetutën, respekt të madh jo vetëm për kulturën brenda Shteteve të Bashkuara, por edhe në arenën botërore. Karriera politike e zotit Obama mori formë pjesërisht nga vitet e tij të aktivizmit në komunitetet në lagjet e vjetra të Chicagos dhe si antar i Senatit të shtetit Illinois. Ai u zgjodh në Senatin Amerikan më 2004, i njëjti vit kur ai mbajti fjalimin kryesor në Kuvendin Kombëtar Demokrat. I stand here knowing Dalë këtu para jush, i vetëdijshëm se historia ime është pjesë e historisë më të madhe amerikane, se unë u detyrohem të gjithë atyre që më paraprin mua dhe se historia ime do të ishte e pamundur në çdo vend tjetër të botës. Ai fjalime vuri senatorin Obama në qendër të vëmendjes në arenën kombëtare. Frank Mankiewicz ka qenë sekretar shtypi dhe këshilltar i senatorit Robert Kennedy. Ai thotë se Obama ka intelektin dhe imagjinatën e dur për të qenë një udhëheqës efektiv. Great motivations and certainly anybody who's read. Padyshim që ai ka një motivim të fuqishëm dhe sigurisht gjithkush që ka lexuar librat e tij e kupton se kemi të bëjmë me një njerëz me emocione të thella dhe mendime serioze. Ai nuk hedh thjesht slogane. Kështu në këtë kuptim mendoj se ai do të ketë sukses. So in that sense I think he'll do all right. Përkrahasit e senatorit Obama e vlerësojnë atë pasi i bën për vete votuesit, duke i kuptuar shpresat dhe idealet e tyre. Një moment i tillë ishte ai pas konferencave të Partisë Demokrate në Iowa në muajin janar të këtij viti. Na thoshin se kjo ditë nuk do të vinte kurrë, se po pretendonin shumë. Kishte nga ata që thanë se ky vend është tepër i përçarë për të bashkuar përreth një synimit të përbashkët. Por sot në këtë natë janari, në këtë moment historik, ju realizuat atë që skeptikët thoshin se nuk mund ta bënim. You have done what the cynics said we couldn't do. Senatori Obama është kritikuar shpesh, përfshirë për pohimin se do të takohej me presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad pa kushte. Ai është përballur gjithashtu me probleme lidhur me kishën e tij në Chicago. Ish prifti i tij Jeremiah Wright kishte bërë komente të ashpra për të bardhët dhe racën në Amerikë. Zoti Obama i dënoi këto komente dhe më pas u largua nga kisha. Frank Mankiewicz thotë se sfida më e madhe e zotit Obama mund të jetë që të tërheqë amerikanët e klasës punëtore. Obama duhet mendojë për sigurimet shëndetësore, çmimin e karburantit, krizën në tregun e shtëpive dhe të gjitha problemet e tjera që shqetësojnë amerikanët. Dhe sigurisht është edhe lufta. Fundi i sezonit të zgjedhjeve paraprake demokrate solli lajme të mira për senatorin Obama. Një anketë tregon se zoti Obama do të fitonte ndaj senatorit republikan John McCain me një diferencë 47 me 44%.